Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij tashmë ka hyrë në mesin e 11 vendeve që mund të prodhojë satelitin e vet të tij të komunikacionit. Duke folur në ceremoninë e vënies në punë të Turksat 6A në kryeqytetin Ankara, Erdogan tha se me Turksat 6A të zhvilluar me mbi 80% prodhim vendas, Turqia u bë një nga 11 vendet që mund të prodhojë satelitin e vet të komunikimit. Me lëshimin e Turksat 6A, bulimi i popullsisë në barbut nga satelitët turq do të rritet nga 3.5 miliard në 5 miliard, citohet të ketë thënë ai. Turqia tani me përfitimet arritura ka mundësi të rëndësishme për të krijuar markën e saj kombëtare satelitore, për të themeluar kompaninë kombëtare hapësinore, ka shtuar ndër të tjera Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili tashmë veç fuqisë së madhe që zhvillëtron në tokë, po shënon të pushtojë edhe qiellin.